dhe mushteri, liremi. Mos bëj pazar kur je agjerueshëm, thot fjala popullore, sepse syri e dëshiron në tavolinën e iftarit çdo gjë që e sheh përreth. Kjo shprehje sot mori kuptim të plot në tregun e së martës në Gostivar. Atje që në orët e para të mëngjesit, rrugicat u mbushën me hapa të shpejt, me zëra që pyesnin për çmime dhe me duar që zgjidhnin me kujdes produktet më të freskëta. Muaji i Ramazanit i ka dhënë tregut një tjetër ritëm, një tjetër emocion. Ankesat për çmimet dëgjoheshin pothuajse në çdo cep. Qytetarët flisnin për rritje të vazhdueshme, për shporta gjithnjë më të shtrenjta, por ndërsa fjalët shprehnin shqetësim, qeset në duart e blerësve vetëm sa rëndoheshin. Edhe vete pranojnë. Në Ramazan nuk duan të kursejnë në atë që për ta ka më shumë peshë, nderin e sofrës dhe gëzimin e përbashkët të iftarit. Mes blerësve takuam edhe shumë argjimtar e pensionistë që jetojnë në vendet e huaja, por që këtë muaj zgjedhin ta kalojnë në vendlindje. Për ta, Ramazani në Gostivar ka shije tjetër, shijen e kujtimeve të familjes e të traditës. Po ato që kanë, është të lira, ato që s'kan, duken pak më shtrenjta. Përgjithësi mesatare. Ka mundësi, edhe ashtu. Të merret diçka. Sigurisht për këtë muaj pak më tepër, e hapin pak xhepin. Zotit e shtëpisë, tash blejnë pak më tepër blejnë. Domethënë për Ramazan nuk kursejnë. Nuk kursejnë dhe nuk pyesin fort për çmimet. E tash mbas Ramazanit ndoshta do bëhet pak më ndryshe. Por në përgjithësi çmimet janë pak nalt. Janë për xhepin e qytetarit sotëm që janë këtu, që punojnë këtu, janë pak lart. Unë çmimet as si kontrolloj, veç blej që kam konvenon. Për standardin janë pak çmimet e nalta, ama në përgjithësi njerëzit si mas nevojës i plotësojnë kushtet e veta. Qashtu si e kanë mundësinë, xhepin bojnë argjimet sen. Njerëzit nuk kanë pare, nuk ka kushdo, është problem është. Ju a ja dini që merrni gjitha gjërat. Unë ja dalë se unë jem tjetër kom pension për jashtë, nuk kursejmë për Ramazan. Doni gjithçka të keni në tavolinë? Sa është e nevojshme do të jetë. Por më unë për vetë jam i gëzushëm. Ai si o jetë këto e dimi këtë. A keni qejf ta kaloni Ramazanin në vendlindje? Normal është. Për ne janë maj, për këta që rajnë këta. Nga ana tjetër, tregtarët shprehin se gjatë Ramazanit zakonisht rritet shitja dhe përfitimi i tyre. Megjithatë, ata theksojnë se vitet e fundit janë ndjerë të dëmtuar nga konkurenca e marketeve të mëdha, të cilat ofrojnë gjithçka në kohë duke u azvogluar qarkullimin tregut tradicional. Çmimet çata janë, se s'ka kush punon, s'ka kush i bën këto. Mase pak koha e bën veten, ftoft. Mase pak këto shinajet pak, çka ka ra, edhe pak e ka duku, ka prish pak, edhe çaja, për çat çmimi është shumë i nalt. Pak s'kina fajën e na prodhuesina, ama çaja është. S'kina çka bën. E për Ramazan arritet pak më tepër shitja. Pak çtash këtë javë, ose mundet të them që i ka kjo javë. Çmimi spes do deri 300 dinar kilo. Patligjoni sallatat 130 dinar, portokalli 40-50, çaj është. Çka blejnë njerëzit më shumë për Ramazan? Për Ramazan spanak, dënis patligjon, spec, sallat që përzi. A ka ecë pak puna tash për Ramazan? A da herët e koha. Mbas ditët të shoh, tash për tash do është. Pashëm marrë shkon market, ma ta jem letë që da nuk marrë dalin drek. Shkon ki perika që marrë di domate, di tranguj për ditën që ka i duhet. Marrë çdo ditë, nuk më bashkëtotë se tregu është e mirë. Kështu mes çmimeve që rriten dhe xhepave që zbrazen më shpejt, tregu i së martës në Gostivar mbetet një dëshmi se Ramazani vazhdon të fitojë mbi llogarit. Kjo pasi që për muslimanët një tryezë e plot nuk paraqet luks, por respekt dhe mënyrë për ta jetuar këtë muaj të shenjtë.